Luizi Eli lajmëron për baladën e radhës. Padyshim balada që ai nxori ishte një super hit por melankolike dhe e ndir. Bashkëpunimi që bëri me Altin Shiren për Kete e Kemi Llafin. Ai mori një sukses të jashtëzakonshëm ku brenda pak ditësh kapi 1 milion shikime e tashme po kalon për 2 milion. Luizi kësaj radhe do të sjell një balad me ritmike ndryshe nga ajo e para. Ai na dha dhe një lajm të mirë që Altin Shira është bërë gjysh, por me nipin e Amerikë ju urojmë jetë të gjatë nipit të talentit të muzikës shqiptar. Altin Shira gjithashtu i urojmë dy këngëtarëve suksese në baladën e re. Padyshim do gjetë sypërnjet. Ndërkohë që janë duke punuar në studio, Luizi nuk haron të falenderoj klarinetistin dhe producentin Klodian Qafokun, pa të cilin nuk do të mundesonin të bënin këtë super hit. Ai shprehet se do të ketë bashkëpunime të gjata me Klodianin dhe Altinin, sepse raportet e tyre janë të forta. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete, dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.